Gjendemi këtu në lagjen Hajvali të Prishtinës, ku disa banorë të rrugës Brigada 153 po përballen me mungesë të energjisë elektrike tash e disa ditë. Pavarësisht ankesave të vazhdueshme të banorëve, ende nuk ka ndonjë zgjidhje konkrete për këtë problem. Mediumi Arbresh-Info ka kontaktuar me KEC-in, por që akoma nuk ka marrë ndonjë përgjigje konkrete nga ky institucion. Kena një problem me KEC-in, që të rrymë që 7 muaj që të një fozë nuk nga bën, e kina thirë që 7 muaj KEC-i s'po nga vinve që këshyrin, shkojnë që fa lidhje, kam bo. Po kena probleme, kablat i kena zgot mrena, kena thmit vëgël. E qysh po furnizoni me rrymë këtu dhe? Për një shtikerit, një shtiker, qysh mës. I pëthirëm, s'po vinve që të vim së dhe këshyrin këthejnë apet nuk e në rejqin. Na kanë thonë qëllën e kanalin vina e lidhëm, e këna qëllë, që të është i rëzek edhe fëmija me ka përcy këtu, nuk e di. A keni bona janë kesë edhe në komunë? Kena bo edhe në nasit e KEC-i, kena bo kërkesat 2-3 herë s'na kanë mo për asysh. Bile dhe babgjyshin e kena që 85 vjet i ko, se bejke dhët me kone e babgjyshi, a thau se kanë mo për asysh. A keni pas probleme me të kalumë ndonjëherë? Jo, po e kanë bo lidhjen tash me lidhje 3 që i kanë qitë banderat atje, tash e kanë bo këtë. Pe jatushit tash i këtë ko problem.